fakt nisë organizatë veteranëve të luftës, pas hyrjes prej që patën burgun, pas përfundimit të burgut që patën edhe kryetore dhe nën kryetore organizatë veteranëve të luftës në Hagë, patëm zgjedhje të brendshme në organizatë veteranëve të luftës, si strukturë re që durëm në janar të këtij viti, do të thotë jemi ulë dhe na marrë vesh për një agjendë qysh mi u qas kësaj padrejtësie që po ndodh me ish-krerët të ushtrisë të Kosovës në gjykatën speciale atje. Në këtë agjendë do të thotë ka qenë ideja punojmë dy rrafshe, në rrafshin diplomatik, po edhe në këtë tjetrin me protesta, apo në rrafshin ndoshta emocional, apo të ngritjes së vetdijes, të ngritjes së zonit përmes qytetarëve vendit tonë, apo kundërshtimit përmes qytetarëve vendit tonë kundër kësaj padrejtësie që po ndodh në gjykatën speciale. Prandaj fillimisht e kemi menduar që të fillojmë në Prishtinë. Kemi mbajtur protestë, një kujtohet në Prishtinë, na dul një protestë tepër e madhe, gjë për cilën e falenderojmë secilin që ka kontribuar sadopak në pjesëmarrje po edhe në mbështetje të kësaj proteste. Më pastaj ka qenë ideja që ne zhvendosemi në Den Haag, atje pra ku është gjykata speciale, ku është burgu, ku mbahen padrejtësisht bashkëluftarët tonë atje. Pas Den Haagit ka qenë ideja që të mbledhim të gjithë shqiptarët nga gjitha trevat, kjo të ndodhë në Tiranë. Edhe ashtu ndodhi në Tiranë, shihni ju, e keni pa edhe vetë, keni qenë pjesëmarrës aty, edhe në Tiranë ndodhi një protestë ndoshta më e madhe vetë tiranasit neve na thanë që është protesta që ka bashkuar njerëz më shumë në këtë shesh. Pas asaj ne zhvendosëm protestën në Strasburg. Në Strasburg ishte një protestë mix, ndoshta protestë, po pak diplomaci, sepse ne e patëm edhe një akt aty simbolik ku dorëzuam edhe 285 letra për 285 anëtarë të Asamblesë së Këshillit të Evropës me këto shqetësime që ne veç i kishim përmend në protesta tjera. Jemi tash në fazën e përgatitjes, pothuajse jemi pothuajse në përfundim të përgatitjes për protestën tjetër që do të ndodhë në Shkup, e cila për pak ditë, për 3-4 ditë maksimum do të ndodhë edhe në sheshin Skënderbej në Shkup. Prandaj këto janë protestat që kemi organizuar ne. Prej ashtu këtu disa aksione simbolike që kemi pas, qoftë me zonën Trandafilova, qoftë një aksion tjetër të Oleksi kur ka qenë projektori i arrestimit, ku ju kanë lidhur dur bashkëluftarëve tonë. Po këto janë protestat, aktiviteti jonë që ka qenë përmes qytetarëve të vendit tonë, pro këto që i përmenda janë tash. Fillimisht kur ne kemi menduar me fillu me protesta, kena shkuar dhe kena taku të gjithë krerët të partive politike, për ashtu njërin për këtyre i cili s'kan dëgjuar për ne fare, se nuk ka interesim na taku asnjëherë, ky është Eudeni Zoti Kurti. Edhe kemi kërkuar mbështetje për këtyre. Ju kemi treguar për planin tonë veprimi që do ta kemi mballafaqim me gjykatën speciale me padrejtësi që po ndodhen atje. Kemi marrë mbështetjen e tyre fatmirësisht të gjitha për këtyre. Mendoj që ja kemi dalë mbanë për shkak se kur e kemi menduar me bë protestën e parë në Prishtinë, është menduar që ndoshta ne si organizatë veteranëve të luftës mobilizojmë vetëm strukturat tona. Edhe ndoshta është menduar edhe këtu shpesh kur kemi bë kur temë që kena diskutuar ka qenë dikun 4-5 njerëz mushim me qitë në shesh. Në fakt doli e kundërta, ju e dini tani pritshmëritë tona nuk s'kena mujt më as me kontrollu se sa njerëz kanë rarë në shesh. E plot tjerë kanë mbetur rrugëve pa mri në shesh për shkak të interesimit të madh qytetarëve me marrë pjesë në këtë protestë. Për një gjë jemi të bindur që po të ishte thirrë kjo protestë disa vite më herët, në kur u diskutuar qoftë edhe themelimi i gjykatës, edhe të gjitha ato akuza që u përmenden në raportin e Dikmartit ishin shokuese për gjithë qytetarët e vendit tonë. E prandaj po të ishin organizuar atko ka qenë tepër pamundshme me qitë gjithë ta njerëz në shesh, për shkak se akuzat ishin tepër të rënda, trafikim organesh. Thotë kjo nuk kisha qytetar që më i kemë akceptuar një gjë tillë që ka pas ka bëu këto krime. Devijimi i misionit gjykatës speciale e këtu ngriti këto dyshime të qytetarët tonë. Do të thotë UÇK-ja tani më nuk po akuzohet për ato që i tha Dikmarti në raportin e tij, por për diçka tjetër. Do të thotë ata mrin deri disa dëshmitarë që s'ishin fare kredibile për ato që i thonin. E pastaj edhe kjo fundi që është e marrja prova nga 3 organet shtetërore serbe të cilat kishin kryer gjenocid vendin tonë, i morën si prova të mirëqenie apo prova të pranueshme nga gjykata speciale, prandaj kjo ngriti një reagim qytetar. E fakti që devijoi gjykata speciale nga misioni i saj, qytetarët u ngritën këmbë, ne e bëm thirrjen, por qytetarët e bën vetëm. Do të thotë një zëri u ngritëm gjithë në këmbë dhe i tham kësaj gjykate që jo, mo në emrin tonë. Mendojmë që zoni jon apo kjo që kemi thonë na ka mbrin veshin atje ku duhet, edhe përmes protestave,
por mendojmë që hiq më pak mungu nuk kalon edhe kjo puna që kemi bën rrafshin diplomatik, sepse kemi taku shumë njerëz të rëndësishëm gjatë kësaj kohe. Kemi taku shumë ambasador të vendeve mike që i kemi të akredituar në vendin tonë. Pastaj kemi pas vizitën e Parlamentit Zvicran fillimisht me deputet Parlamentit Zvicran. Pastaj kemi pas takime me eurodeputet në Parlamentin Evropian. Pastaj kemi qenë në Vatikan, kemi taku njerëz të rëndësishëm atje. Në fakt qeveria ka vendosur më herë qysh kur është me luke gjykate, si kanë ardhur në pushtet, fillimisht kanë qenë kundër themelimit të saj, më pastaj kur erdhën në pushtet ndroi qasja komplet, do thotë. Ju dini sa në përkrejt fushallat zgjedhore në fillim kur përderisa erdhën në pushtet thanë që nuk do të komunikojmë fare me Serbinë pa i gjetur trupat e pagjeturve fillimisht. E pastaj kujtohet Kosova kishte një taks 100% ndaj produkteve serbe të servisë. Në mënyrë se janë në pushtet lëvizja vendosur kryeministri Kurti në detyrë tash heqja do të ndryshojnë këtë ato qendrime që i tha më herët. E pastaj tani po me deklarata të tjera që kishin qenë më herët, tani u aktualizuan, ishte zonja Gërvalla që tha që unë kam deponu vet. Domethënë fakte për bashkëftarët tonë që gjenden atje në gjykatën speciale. E prandaj këto fyrje gjithmonë vazhdojnë, do të thotë, vetëm sa ndoshta që u rritën, dolën pa krejt ajo një farë forme, një farë inati, një farë merie, një farë zelie, nuk e di mas vetë qysh me përshkru fatkeqësisht, po ideja që këta njerëz me mbet pa mbështetjen e qeverisë vetë është tepër e rëndësishme, për shembull qysh përshkruhet kjo në aspektin diplomatik të vende tjera, të shtete tjera që i kemi mike, po edhe të ato që jo mike, nëse qeveria e vendit tonë nuk kujdeset për qytetarën e vet, kjo është një sinjal i keq.